Do ftoj tani Don Kastrioti Drizin nga Bashkësia Katolike në Bruksel, në Belgjik, në një lutje të tij për Shqipërinë dhe shqiptarët dhe një bekim për flamurin ton kombëtar. O hy gjithë pushtetshëm dhe amshuar, me përvojtëri dhe shpresë të drejtohemi ty për vendin tonë, Shqipërinë. Bekoje flamurin. Dhe për çdo familje dhe për çdo qytetar që jeton, punon dhe ndërton të ardhmen me ndershmëri. Të lutemi për shqiptarët kudo në botë, për diasporën tonë të çmuar, për ata që kanë lënë atë dheun në kërkim të një jete më të mirë, për të rinjet që ndërtojnë të ardhmen me mund e sakrificë, për prindrit që mbajnë gjallë lidhjet me rënjet dhe për të moshuarit që ruajnë besimin dhe identitetin. Bëj që kudo që janë, të mos humbasin shpresën, të ruajnë dashurinë për njëri tjetrin dhe të ndihen të mbrojtur e në paqe. Udhëheq o Zot, mendjet dhe zemrat e atyre që mbajnë përgjegjësi publike, që vendimet e tyre të jenë në shërbim të së mirës së përbashkët, të drejtësisë, paqes dhe dinjitetit njerëzor. Të lutemi për Evropën, që të jetë hapësirë bashkëpunimi, sigurie dhe solidariteti, ku respektohet çdo njeri dhe ku ndërtohet paqja mbi drejtësi. Ndriço zemrat që të mbizotrojnë mirëkuptimi, mikpritja dhe përgjegjësia ndaj njëri tjetrit. Se fundimi të lutemi për mbar botën, që kombet të ecin drejt përparimit me drejtësi, që paqja të rritet në zemrat e njerëzve dhe të gjithë të kujdesemi me përgjegjësi për botën që na është besuar. Me ndërmjetësinë e Zojës së Këshillit të Mirë, që është pajtorja e popullit shqiptar, me ndërmjetësinë e Zojës së Letnicës, ku Nën Tereza ka fitu thirrjen dhe ka fillu udhëtimin për misione, me ndërmjetësinë e Shenjtë Ndodhë dhe Kishës së Laçit, lutu për ne. Amen. Amen. Faleminderit.